një ndjes. Së pari falënderim për kryetarin e partisë, profesor Dr. Sali Berishin, që ka ardhur në zonë. Një falënderim i madh për Belinin, që është drejtues e politikë i Qarkut. Një falënderim për Besardin, që është drejtues politikë i Degës. Dhe nuk mund të lë pa përmendur patjetër Gazin, që është kryetari jon i Degës nr. 8, për punën fantastike që ka bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe dua ta nis me një ndjes të madhe për gjithë ju, sepse këtë projekt që ne kemi sot, në fakt duhet ta kishim bërë kohë më parë. E gjitha nisi nga bashkëbisedimi, nga dalja në terren, nga bashkëbisedimi me banorë të ndryshëm, dhe ishte një person që për mua personalisht është shumë i veçantë në këtë vend, por nuk dua ta përmend emrin, për të mos e vënë pozitë. Dhe nga Dega mbahet edhe pak si person kontrovers. Në ato debate, diskutimet që kishim, tha, po ku dëgjoj ti më Xhon, tha se ti nuk e ke peshën politike, ti edhe po Gjini. Po nuk do e bëj dhe theksin, se më tha, ku dëgjoj ti më Xhon, më tha, se çka ka me u bën këtë zonë. Sepse nesër tha mund vi një drejtues i ri, mund vi një ministri infrastrukture, mund vi dikush që çfarëdo që ti thua bën komplet të kundërtën. Atëherë thash, unë premtoj diçka, që unë do shkruaj një projekt dhe do bëj maksimumin tim që këtë projekt ta miratoj me doktor Berishën, po akoma më mirë është doktor Berisha që vjen në këtë zonë, që në shkrimin e këtij pakti që ne do të kemi me ju, do ta bëjmë në syrin tuaj. Dhe ky është premtimi im për ju. Nuk dua të zgjatem, dua të lexoj shkurtimisht 6 pikat që janë diskutuar gjithashtu me grup seksionin, më pas dua t'i kaloj fjalën kryetarit të partisë dhe në fund do të kemi një kohë të shkurtër për pyetje dhe komente me ju. Pra, nëse keni një çështje mund ta ngrehem dhe ta diskutojmë këtu së bashku. Duke garantuar të drejtat dhe dinjitetin e çdo qytetari të prekur nga projekti, i cili vjen me shpronësimet, Partia Demokratike angazhohet për sa më poshtë. Së pari, shpronësim i drejtë dhe sipas vlerës së tregut. Një gjë shumë e rëndësishme, të gjitha banesat do të shpronësohen në mënyrë të drejtë dhe sipas vlerës së tregut. Trajtim me bonus qiraje të përshtatshëm. Ky është kali i betejës që un kam edhe në Këshillin Bashkiak. Dhe çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak po e ngre zërin për bonuset e qirave që janë të papërshtatshme. Trajtohen banorët për apartamente 1+1 apo 2+1 nga 150.000 lekë të vjetra deri në 220.000 lekë. Pra të marrin shtëpinë, ke atë kontratën që thuhet ti adhuron bashkisë pronën tënde, me premtimin që bashkia do ta adhurojë në një moment të dytë, dhe gjatë gjithë kësaj periudhe trajtoheni me bonus qiraje të papërshtatshëm. Rishikimi i projektit për të shmangur prishjet e panevojshme, pra aty ku nuk ka nevojë për prishje, nuk ka pse të ketë prishje. Legalizim i përshpejtuar i banesave në zonë. Është një fatkeqësi që jemi në 2025-ën, 12 vite keq qeverisje nga Edi Rama, dhe vazhdojnë problemet me legalizimin. Partia Demokratike angazhohet që do të japi pronarit të drejtën e vet. Përfshirja e banorëve në vendimmarrje dhe mbrojtja ligjore e pronës private. Partia Demokratike beson në pronë. Prona është e shenjtë dhe asnjë pronë nuk duhet i cënohet pronarit të saj legjitim dhe çdo person duhet të ketë dinjitetin e vet. Nuk dua të zgjatem më, kam nderin dhe privilegjin që t'i kaloj fjalën kryetarit të partisë, profesor Dr. Sali